Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Veprimtaria e shoqatave të ndryshme, adetare, kudo në Shtetet e Bashkuara, për të ruajtur vlerat tona kombëtare, për të nxjerrë në pa veçoritë e veçanta të kombit shqiptar, për të bërë një gjë që ndoshta se kanë bërë kombet e tjerë, pasi Amerika është i ashtu quajtur kazani i shkrirës i kombësive, për të ruajtur identitetin shqiptar sa më vonë, për të shuar dhe integruar në jetën amerikane, po për të ruajtur vlerat tona të veçanta. Dhe sot, nga shteti i madh i Filadelfias, kam 3 miq të ftuar të shoqatës Bijtë e Shqipes. Bijtë e Shqipes, të cilët sjellin pikërisht siç e kanë emrin, vlerat më të mira të aktivitetit të komunitetit shqiptar aty ku jetojnë, në organizatën e tyre, me shkollën shqipe, me qendrën kulturore, veprimtaritë cilët ne i kemi paraqitur dhe në misionet tona informative. Kam këtu tusin e shoqatës, Dritan Matraku, zotin Sami Zeka dhe zotin Artan Ismaelani, të cilët përfaqësojnë këtë shoqat, ishin dje në aktivitetin ton organizuar për nder të 25 vjetorit të krijimit të këtij televizori dhe natyrisht na nderuan me praninë e tyre, edhe ne po i nderojmë me intervistën tonë. Në këtë rast duhet të vlerësojmë kontributin tuaj të vazhdueshëm në kuadër të shoqatës në ruajtjen e vlerave të kësaj shoqate. Por për të folur në përgjithësi, zoti Dritan, çfarë është Bijtë e Shqipes dhe si shërben kjo shoqat interesave të bashkëdhetarëve shqiptar-amerikanëve që ndodhen në Filadelfia? Po, Rafael, faleminderit. Në fillim desha t'ju falenderonja ju, Alp TV USA, drejtorin zotin Ganivila dhe të gjithë stafin drejtues të televizorit Alp TV USA, gëzuar 25 vjetorin e themelimit. Ju uroj suksese në misionin tuaj dhe sa më shumë përvjetor dhe shumë dekada të tjera në punën tuaj, në shërbim të komunitetit shqiptar në Michigan, mbar Amerikën dhe më gjerë në diasporën shqiptare kudo që është në botë. Televizori Alp TV USA është një dritare ku pasqyrojnë vlerat më të mira, vlerat pozitive të komuniteteve shqiptare kudo që janë dhe një urlise me adeun ton të dashur Shqipërinë për të ruajtur kulturën, gjuhën, traditën dhe identitetin ton kombëtar. Pra dhe një, ju uroj suksese dhe faleminderit për ftesën tuaj dhe ishte nder dhe kënaqësi për ne që u bëm pjesë e kësaj feste të madhe të komunitetit shqiptar këtu në Michigan. Dhe ne si përfaqësues drejtues të shoqatës Bijtë e Shqipes morëm pjesë në këtë 25 vjetor. Shoqata Bijtë e Shqipes është një shoqatë sociale, kulturore dhe adetare. Misioni i saj është shumë i thjeshtë, por ka shumë dashuri për të ruajtur gjuhën, kulturën dhe identitetin tonë kombëtar me shqiptarët e Filadelfias dhe zonat përreth qytetit ku ne jetojmë. Avash avash, shoqata Bijtë e Shqipes po mbush edhe ajo 25 vjet, një çerek shekulli, është formuar në vitin 2002, është formuar nga një grup i vogël bashkëdhetarësh, por me zemrën dhe dashurinë e madhe për atë për kulturën, traditën dhe për ta ruajtur atë, dhe për ta ngritur lart, për ta mbajtur gjallë në komunitetin shqiptar në Filadelfia, krijuan shoqatën Bijtë e Shqipes. Në vitin 2002, siç thash, në vitin 2004 u hap për herë të parë, pra hapi dyert shkolla shqipe gjuha jonë, për të mësuar fëmijëve të komunitetit shqiptar në Filadelfia, emigrantëve shqiptar, bashkëdhetarëve tanë, gjuhën shqipe, kulturën, traditën, për festat, për këngët, për vallet e bukura shqiptare. Pra kështu e filloi aktivitetin dhe misionin e vet shoqata Bijtë e Shqipes. Punën më të madhe e realizon nëpërmjet shkollës shqipe, me fëmijët e shkollës, me mësueset dhe me aktivitetet. Siç thash, zhvillon një mori aktivitetesh, mund të bëhen mbi 30 aktivitete në vit, me tema të ndryshme, duke festuar festa historike,
duke bërë promovim librash, aktivitete me fëmijët e shkollës, piknike, parada, pra nga më të ndryshmet. Dhe dua të përfitoj në këtë rast, duke përfituar nga rastin krahas, dua të falenderoj të gjithë anëtarët e shoqatës, drejtuesit që gati një qerek shekulli kanë drejtuar shoqatën tonë, të gjitha bizneset, mbështetësit dhe donatorët tanë që e kanë bërë të mundur rrugën e shoqatës në këto 20 e ca vite. Është interesant fakti në informacionet që kam parë apo dëgjuar mbi zhvillimet e aktiviteteve, kam gjetur një frymë bashkëpunimi mbarkombëtar. Unë kam keni bërë dhe promovime librash të autorëve kosovar ose të shqiptar, të emigrantëve tanë që jetojnë këtu. I kam vënë në re që tek natyra dhe tek fakti që përpiqeni që të afroni sa më shumë bashkombasit tanë aty ku janë në qytetin e Filadelfias. Por për të veçuar dhe për të drejtuar dhe një pyetje ju sem që kemi pasur rastin të kemi edhe herë tjetër, zotin Sami Zeka, çfarë roli ka luajtur shtëpia e qendrës apo shtëpia shqiptare? Ndryshe i themi shtëpia shqiptare Filadelfia, drejt. Në parë është kënaqësi që vi përsëri këtu në shtëpinë e shqiptarëve dhe urime për 25 vjetorin, uroj vetëm suksese dhe gjithashtu paqe, mbarësi dhe për të gjithë diasporën. Keni bërë punë fantastike dhe faleminderit për ftesën. Kur vjen puna për organizatën Bite Shqipes, ka shumë për të folur, nuk mund të dalë në asnjë gjysmore apo një ditë, sepse po bën gati një qerek shekulli punë e madhe. Është një shoqat jo krahinore, ku i përmbledh të gjithë shqiptarët pavarësisht se nga janë, qoftë nga Kosova, nga Çamëria apo në vendet të tjera. Është komplet bordi ose këshilli drejtues është punë vullnetare, të gjithë neve që vazhdojmë punojmë atje jemi komplet vullnetarë dhe organizata është jo fitimprurse. Në këtë mënyrë çdo gjë që bëhet për shoqatën ngelet në shoqat për komunitetin dhe për diasporën në përgjithësi. Neve nuk jemi si shoqat vetëm për diasporën në Filadelfia, por kemi dhe anëtarë nga vende të ndryshme të botës, siç është në Evropë dhe në vende të ndryshme të Amerikës. Kjo është bërë mundur nga puna e madhe që kanë bërë para arsit tanë për të mbajtur komunitetin të gjithë bashk dhe puna që vazhdojmë të bëjmë të gjithë duke mbledhur komunitetin si jo krahinor, por thjesht si shqiptar. Për neve ky është prioriteti që të kalojmë traditën dhe ta kalojmë te fëmijët tanë. Për këtë arsye është dhe shkolla dhe shumë aktivitete që ne bëjmë është pikërisht për misionin tonë. Artan, Semi përmendi fjalën një shoqat mbar krahinore. Do të thënë jo krahinore, po mbar krahinore. Pra, pse u përpoqet të krijonit Bite Shqipes të kenë këtë natyrë që sanksionohet edhe në dokumentat që shoqërojnë shoqatën, që të përkas të gjithë shqiptarëve. Këtu për shembull në Michigan edhe në shtetet tjera ka mjaft shoqata mbi bazë krahinore, për shembull e Malësisë së Madhe, Dukaqinit e tjerë me radhë. Po, drejt. Në Filadelfia është vërtet një komunitet i madh. Mendojmë, domethënë, nuk kemi bërë ndonjëherë vërtet analizat saktë, po është vërtet një numër i madh shqiptarësh. Edhe duke qenë që ka nga gjitha viset e Shqipërisë, nga gjitha anët e Shqipërisë, duke llogaritur që nga Dukaqini, nga Kosova deri më në Çamëri, siç e kemi ato shpreh, domethënë, dhe kjo ishte ideja domethënë që për të bërë kjo organizat, kjo shoqat për të gjithë shqiptarët, pa ndarë, domethënë, pa fe, domethënë, nuk kemi synim fe, domethënë, çfarë fe i përket apo
si i thonë, as long as, do më në qofë se e shqiptar flet shqip, je i me ardhur tek të bësh antar i shoqatës, do më thënë me kënaqësi. Dhe si që thanë dhe tani, do më thënë, ajo është komplet një shoqat jo vetëm prurse, të gjithë jemi atje punoj me qef, ta themi sinqerisht, do më thënë që të mbajmë ato shoqatën gjallë dhe kuptohet, është non-profit, njeri s'paguhet dhe ne bëjmë vullnetarisht me qef, kuptohet. Për mua sinqerisht është mbase është, mu ta marrë si shembull, për shembull, ne antarët e bordit do të bëjmë një muaj, e quajmë shërbim për të hapur klasën, apo për të hapur shkollën, apo për të mbyllur shkollën, e zakonisht të dielave për të kujdesur për fëmijët që vinë në shkollë, si dihet që kemi atë shkollën për gjuhën. Edhe është vërtet diçka, do më thonë që mua personalisht nga eksperienca ime që kam bërë 1-2 herë atë, është diçka që si thuash, bëni diçka më shumë se vetja jote. Nuk është, do më thënë, që bën sepse hap derën për ata kalamajt atje, po është diçka, do më kur e shikon në big picture, në fotografi të madhe në fund të ditës, ndihesh mirë, ndihesh i kënaqur se ke bërë diçka, do më thënë, që duke kuptohet, duke i rritur vlerat shoqatës, po duke menduar ata fëmijë, do më thënë, që një ditë do bën se do më fatë mirësisht apo keqësisht, do më thënë, ne rritemi. Edhe një kohë ata do bën, do më thënë, mosha jona dhe ne do bëmi shumë të mëdhenj. Dhe ata fëmijë vërtet njëri nga ata më thotë, unë do mbaj me ty se ke hapur derën kur kam qenë në klasë, në shkollë. Dhe këto janë domethënë gjëra që si ta them, në Shqip s'po një gjetë do të fjalë tamam, por është diçka çik më e madhe nga, domethënë, a little bigger than you and me and everybody else, pak a shumë.